Mirëmëngjes ndëruar gjykatës, zonja administratore, mirëmëngjes të gjithëve që na ndiqni brenda gjykatës dhe jashtë saj. Është privilegj që t'ju drejtohem sot këtu në përmbylljen e çështjes më të madhe që përfundojmë sot dhe që është realizuar për këtë institucionit nderuar. Duke lënë pas më tepër se sa 5 vite, dhomat e specializuara të Kosovës janë bërë një gjykatë e rregullt dhe konvencionale, duke realizuar seanca gjyqësore dhe gjykime dhe duke dëshmuar mbar botës se drejtësia ndërkombëtare dhe sundimi I ligjit është rutinë dhe punë zakonshme brenda këtyre 4 mureve. Gjithashtu ne kemi dëshmuar se klima e friksimit mund të menaxhohet në një mënyrë që siguron që e vërteta do dëgjohet. Me pak fjalë, ne jemi bërë një gjykatë funksionale me suksesshme në një periudhë relativisht të shkurtër. Falënderimet për këtë sigurisht I shkojnë gjyqësorit, DSK-s dhe ZPS-s e stafit të tyre. I takojnë gjithashtu edhe ekipeve të mbrojtjes që janë ulur përpara meje sot, atë mbrojtjes së viktimave, të cilët kanë të marrën së bashku dekada përvojësh ligjore dhe të gjithë të cilët kanë ushtruar detyrat e tyre me një profesionalizëm dhe ekspertizë të admirueshme. Çdo avokat I ri që është ka qenë në këtë gjykatë e ka dëshmuar dhe ka parë me sytë e veta dhe ka mësuar shumë për kësaj përvoje. Megjithatë, falënderimet të përzemërta I ruaj për ata që I kanë merituar më tepër, për ata të cilët e kanë marrë barrën në shpatullat e tyre për të siguruar që sundimi I ligjit I ofrohet popullit të Kosovës dhe kanë fjalën posaçërisht për viktimat e dëshmitarët të cilët kanë ardhur përpara gjykate për të thënë dëshmitë e tyre. Pavarësisht frikrave, kërcënimeve, stigmës dhe pavarësisht këtyre situatave me cilët janë përballur dëshmitarët e familjet e tyre nga një grup I kufizuar po me zë në Kosovë, këta dëshmitarë e kanë dëshiruar kaq shumë të vërtetën që të dalë në pa, sa pavarësisht të gjitha pengesave kanë përzgjedhur që të bashkëpunojnë me zyrën time dhe të japin dëshmi përpara kësaj gjykate. Të gjitha I kanë bërë në përpjekje për të ndihmuar për krijimin e një historiku të besueshëm dhe të ndershëm të ngjarjeve nga 1998 dhe 99, ku mbi 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në dhe për rreth 50 plus kampe ndalimit të UÇK-s. Kjo çështje ka të bëjë me qëllimin në këtyre 4 të akuzuarve për të fituar dhe për të ushtruar kontroll në të gjithë Kosovën. Kjo vendosmëri për kompetencë dhe për fuqi u has me diçka dhe kjo kishte të bënte me persona të cilët I kishin dalë përpara që konsideroheshin si oponent, persona të cilët ose ishin ose perceptoheshin që ishin bashkëpunëtor me forcat serbe ose zyrtar serb ose institucione shtetërore ose që nuk mbështesnin synimet dhe mjetet e UÇK-s dhe më pas të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Shpesh u përfshiheshin persona të lidhur me LDK-n, persona me etnicitete rome edhe serbe. Dhe në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre, të akuzuarit kanë kryer krime kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. Të nderuar gjykatës, ju keni dëgjuar dëshmi të prokurorisë, të dëshmitarëve të prokurorisë të thërritur në këtë çështje, përfshirë këtu dhe anëtarë të UÇK-s. Gjithashtu edhe kosovarë nga fushat ndryshme të jetës, viktima të ndryshme me etnicitete të ndryshme dhe anëtarë të familjeve të tyre, si edhe disa ndërkombëtarë të cilët kanë qenë të pranishëm në Kosovë në 98 dhe 99. Dëshmitë e gjithë dëshmitarëve, si dhe të gjitha provat shkresore, video ose forensike tregojnë se këto krime janë kryer dhe se të akuzuarit mbajnë përgjegjësi ligjore për to. Gjykata gjithashtu ka dëgjuar dëshmi drejt për së drejtë nga disa dëshmitarë të mbrojtjes, nga 7 dëshmitarë të mbrojtjes, të gjithë ndërkombëtar, të cilët ishin të përfshirë në përpjekje për të sjellë paqe dhe administrim të Kosovës dhe që duhet të përgëzohen për përpjekjet e tyre. Por ndërkohë që përfshirja e tyre në këtë çështje dhe konstatimet e kufizuara të tyre kanë vlerë për këtë gjykatë,
puna e kësaj gjykate është tërësisht e ndryshme. Për pjesën ndërmuese, 7 dëshmitarët ndërkombëtar janë hedhur në një situatë me pak informacion lidhur me aktorët kryesor të përfshirë, nuk e kanë folur gjuhën atë kohë, kanë ndërvepruar ballë për ballë me aktorët kryesor vetëm për pak herë dhe thuajse nuk kanë parë asnjëherë rregullore urtat dhe komunikatat e UÇK-s dhe nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s. Për kontekstin e punës së tyre konkrete, kjo shtresë e pakët informacion mund të ketë qenë mjaftueshme, por është absolutisht jo e përshtatshme për të nxjerrë fakte dhe përgjetjen e fakteve të sakta nga kjo gjykatë. Të nderuar gjykatës, ne do tregojmë disa diapozitiv gjatë ditës së sotme dhe dëshirojmë të them që gjithë diapozitivat e përdorura prej nesh mund të transmetohen për publikun në përjashtim të rasteve kur do të themi ndryshe. Kjo mungesë informacione është përshkruar më së miri nga një dëshmitar i vetë mbrojtjes, zëvendësi i unikut, i cili, ndërkohë që ofroi që të shpjegonte për gjykatën rolin e një diplomati dhe se si ato mbërrinin në gjykimet ose vlerësimet e tyre, tha si më poshtë. Citoj: "Është detyrë, rol i gjykatës që, për aq sa është e mundur, të mbledh prova empirike." Mbase mund të jetë pak e paqartë që kjo nuk është mënyra se si funksionojmë dhe si punojmë ne si diplomatë dhe paqëbërës për të mbërritur në përfundimet tona. Diplomatët e dinë që prej fillimit që thuajse gjithmonë ata nuk do ta dinë asnjëherë historinë të plotë. Atyre ju duhet që të bëjnë gjykime, të bëjnë strategji, të këshillojnë qeveritë e tyre mbi bazën e informacionit domosdoshmërisht të paplotë. Ktu përfundoj citimin. Dhe ky informacion i paplot, sigurisht, pa diskutim, lidhet me atë që është shumë e rëndësishme për këtë gjykatë dhe që duhet të përcaktohet si përparësi për kësaj gjykate, që janë provat empirike. Kjo është e vërtetë jo vetëm për zëvendësin e unikut që e thash përejmisht atë në dëshmi, por është njësoj vërtet edhe për dëshmitarët të tjerë ndërkombëtar të thirrur nga mbrojtja në këtë çështje gjyqësore. Fatkeqësisht, ky gjykim nuk e ka shpëtuar klimës së friksimit të dëshmitarëve që ka qenë insistuese dhe e shtrirë në kohë dhe që ishte parashikuar prej nesh që prej fillimit. Dhe deri në masën që gjykata duhet të konsiderojë ato për ta bërë një vlerësim të drejtë të besueshmërisë dhe mbështetshmërisë të dëshmitarëve. E vërteta është që dëshmi për këtë kanë qenë edhe disa prej përpjekjeve që kanë ndodhur këtu në Hag. Pavarësisht kësaj, gjykata ka prova të shumta. Për shembull, të akuzuarit kanë qenë antar të shtabit përgjithshëm të UÇK-s përpara nëntorit të 98-s dhe ka prova që komandantët e zonave kanë marrë urdhra nga të akuzuarit dhe jo e kundërta. Janë bërë përpjekje të qarta për të ndryshuar, për të zbutur ose për të ndikuar ndryshe dëshminë të caktuara në veçanti për përfitimet të akuzuarit Hashim Thaçi, të cilat kanë dalë në pam. Ka disa shembuj domethënës dhe përfaqësuese të këtyre përpjekjeve që janë tani më pjesë e procesit gjyqësor, si dhe përpjekje për të shtrëmbruar gjetjen e fakteve apo zbulimin e fakteve nga kjo gjykatë. Dhe si rezultat, pra ky është një element që do duhet merret parasysh me hollësi nga gjykata. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, shumë dëshmitar nuk janë penguar nga sigurimi i një dëshmie të besueshme të ngjarjeve dhe kjo flet jo vetëm për kurajën e tyre, por gjithashtu edhe për fuqinë e kësaj gjykate dhe transparencën e procesit. Gjykata ka përfaqësuar mundësinë për sundimin e ligjit të jetë kryesore dhe mbi të gjitha dhe për të vërtetën për të dalë në pam. Një dëshmitar, për shembull, që ka humbur të birin dhe bashkëshortin e saj, nuk e ka gjetur asnjëherë trupat e tyre, ka dëshmuar për ne. Dëshmitarja 00072 foli për rëndësinë e ditjes dhe vlerësimit të vërtetës, në fjalë që mund të thuhen vetëm nga një nënë dhe nga një bashkëshorte që ka vuajtur një tragjedi që nuk përshkruhet dot me fjalë. Ajo tha, dhe këtu citoj: "Do shkoj deri në fund të botës sa për të arritur të vërtetën. Për aq sa të mundem,
nuk do të rriqem asnjëherë derisa të mësoj të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën, dhe do të vazhdoj që të shkoj kudo që kërkohem të shkoj. Nuk do ndaloj asnjëherë. Do vdes me dhimbje dhe me plagë në zemër. Më duket sikur e kam parë përsëri djalin dhe bashkëshortin tim. Fundi i citimit këtu. Është e rëndësishme të vjetre që pas krimeve parangritjes së akuzës, ky dëshmitar nuk është kthyer në Kosovë dhe asnjëherë nuk shkoi më në shtëpinë e saj në Kosovë. Megjithatë, duhet kemi parasysh që shumë prej dëshmitarëve shqiptar të Kosovës nuk e kanë pasur këtë mundësi, duke e bërë gatishmërinë e tyre për dëshmuar këtu më të komplikuar. Megjithatë, pavarësisht të gjithave, ata rrezikuan për të ardhur këtu për të përshkruar trishtimin e tyre, ndjenjat e mërzisë dhe të tragjedisë së humbjes së personave të antarëve të tyre. Dëshmitari 04811 shpjegoi, citoj, 25 vite dhe asnjë përgjigje. Dhe ne nuk dim çfarë ka ndodhur dhe kjo është ajo çfarë të vret më shumë. Përfundimi i citimit. Dëshmitari 04368 dha dëshmi që pasi një prej të afërmve të tij u mor nga UÇK-ja për t'u marrë në pyetje, familja nuk e pa më asnjëherë të afërmin e tyre. Familja në mënyrë të vazhdueshme i ka kërkuar UÇK-s informacion, por asaj nuk e dha asnjëherë asnjë lloj informacioni. Ai dëshmoi, citoj, kjo ka qenë shumë e vështirë për mua dhe për gjithë familjen time. Nuk e di, ne nuk e dim se pse e morën atë, për çfarë arsye, se ku e dërguan atë. Kur ti e merr dikën nga shtëpia e tij pa asnjë arsye, nuk mund të japësh asnjë shpjegimi për këtë. Fundi i citimit. Se dhe sot e kësaj dite, kjo familje vazhdon që të vuaj në mungesë të pasjes një fundi. Faktet e kësaj çështje dhe jurisprudenca e zbatueshme mbështesin një afat të gjatë për burgimin e secili prej të akuzuarve. Ndërkohë ne kemi dhënë një shpjegim faktual dhe ligjor në dosjen përfundimtare të prokurorisë dhe si rezultat do dua që ti përmend të gjitha këto faktorët këtu. Ndërkohë që kolegët e mi do të vazhdojnë me prezantimet e tyre dhe do të trajtojnë disa prej argumenteve të mbrojtjes, ne i qëndrojmë asaj çfarë kemi parashtruar në dosjen tonë që ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Pra ne nuk kërkojmë një dënim për shtapin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ndërkohë, ZPS-ja kërkon vendim dënimi për të gjitha pikat e akuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda në natyrë. Dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës. Vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Për pjesën tjetër të kohës që kemi në dispozicione si prokurori, kolegët e mi do të vazhdojnë që të diskutojnë për përgjegjësinë e të akuzuarve për krimet akuzuara në akt akuzë. Së pari, zoti Tigër dhe zonja Losën do të diskutojnë planin e të akuzuarve për të fituar dhe të ushtruar kontroll në gjithë Kosovën dhe hapat kriminal të kryer për të eliminuar oponentët dhe për të arritur qëllimin e tyre. Zoti Paç më pas do bëjë një përmbledhje të modeleve të krimeve, përfshirë këtu persekutimin, trajtimin mizor, ndalimin arbitrar, torturën, vrasjen dhe zhdukjen me forcë, të cilat kanë ndodhur në autoritetin e të akuzuarve në përputhje me qëllimin e tyre të përbashkët kriminal.